famshme, edhe pse atë kanë lozur loj me atë kur Vučići i drejtohet në gjuhën serbokrate dhe e pyet Hotin a flisni serbisht, ata e kanë përdorur shumë për ta thyer zotin Hoti, por megjithatë zoti Hoti, por edhe zonja Hikmete Bajrami janë dy personalitete të shquara, por në opinion nuk do me thënë që personalitetet e shquara kanë ndonjë rëndësi. Për te ata janë për akademi, janë për universitet, janë për shkencë, por në politik duhet ketë tipa të tillë, siç është zoti Kurti, sepse me aftësi edhe me njohuri intelektuale, shkencore, me dije akademike, nuk mund të avancohesh në politikë, përkundrazi të ne shqiptarët edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, përkundrazi urrehen apo i urrej njerëzit ata që janë të dishëm. Këtë rast është rasti edhe me Hikmete Bajramin edhe me zotin Abdullah Hoti. Ndërkohë që PDK-ja po qëndron e distancuar te elektorati i saj, duke e mbajtur në zgjedhjet e fundit e ka mbajtur me një rritje pak a shumë aty, por edhe në këtë proces për presidentin nuk është se është përfshirë shumë. Sikur e kemi diskutuar edhe më herë, ndoshta për të marrë vendime të mëdha pret atë që do të ndodhë në Hag. PDK-ja po vepron mirë, me vonesë pak, se edhe mendoj që atë niku pak ka gabu. Nuk e dosh PDK-ja fare të shkojnë takime me Kurtin, sepse ata dosh din qaq politik se Kurti nuk e ka seriozisht. Kur unë me gjithat që jam në periferi, pe di shumë mirë, edhe kom ditë prej fillimit, që zoti Kurti do të na çojë në zgjedhje, sepse kë është i padenj, është i paaft për të udhëhequr në mënyrë të rregullt shtetin. Kë dëshiron që të udhëheq shtetin si ushtrues detyre, në mënyrë që mos të ketë përgjegjësi para kuvendit, edhe para popullit, dhe në këtë mënyrë të bëj keq menaxhim të buxhetit siç është duke bërë. Pse? Sepse po mendoj që me rastin e ndarjes së pagës së 13 për punëtorët e administratës shtetërore, ta tregu që po shkon drejt zgjedhjeve. Tani e ka propozuar një pako fiskale që për fat keq, për pako sociale që ja votojnë opozita. Dhe këtë 265 milion po i harxhon në blerjet votës. Kjo direkt blerje votës. Tani është vetëm dilema se kur po do të me shqu vendin zgjedhje. Gjykata kushtetuese e ka treguar orarin, por këta nuk i përmbahen orarit. E kanë shkel me 10 herë vendimet e gjykatës kushtetuese. Këta e shkelin kushtetutën. Edhe tani me zonjën Albulena Haxhiu, që është ushtruese detyre se nuk ka përgjegjësi për shkelje të gjykatës kushtetuese. Ajo do të bëj çmos. Ata tani veç janë duke e menduar a me shku në zgjedhje në datën që ja ka përcaktuar kushtetuesja, apo me gjetë metoda, me një kërkesë, me një pyetje që ja bëjnë gjykatës kushtetuese, këta e prolongojnë 1 muaj, 2 javë procesin e zgjedhjes. Provojnë pastaj mas 2 javë po dojnë me i shpall zgjedhjet, presidenti ja thotë nuk i shpall zgjedhjet, sepse këta nuk ju vjen shumë. Ju duhet një muaj e gjys me i shty zgjedhjet, për 1 muaj e gjys ta se kanë fare problem, sidomos kur janë krejt ushtrues detyre, presidenti ushtrues detyre, ta shkel kushtetuën. Nëse këtë dëshiron, me ra shifra, me ra përqindja, në këto zgjedhje do të shkojmë me 7 qershor në pra nëse Kurti nuk do që ta bëj qeverinë vetme, do shkojnë zgjedhje tani. Do të shkojmë zgjedhje, e dim sakt se nëse Kurti nuk po e don me udhëheq vet qeverinë, do të shkojmë zgjedhje me 7 qysh e ka përcaktuar afatin kushtetues, gjykata kushtetuese. Por nëse Kurti për nimet dëshiron mi marr 2/3 ose mendon ai, ëndra se kur ajo nuk do ndodh. 51% që është maksimumi. Veç një herë ka ndodhur ajo në këtë histori. 51% kur ka arritur zonja Vjosa Osmani t'ja përshtat datën më të vëlletshme, që ka mundur s'ka menduar ta ketë zoti Kurti, ajo ja përshtati datën edhe erdhi diaspora. Përndryshe, elektorati kosovar, elektorati këtu që është në Kosovë, vërtet është aq i dëshpëruar, sa që unë besoj që edhe ata më të zjartët,
e zotit Kurti nuk do ta votojnë më, sepse vërtet gjendja sociale e popullatës në Kosovë është tejet e ngarkuar edhe është në një gjendje, po them, të një krize të thellë ekonomike që përjeton Kosova, jo për shkak krizës së Hormuzit e të naftës, por për shkak të krejt gjendjes së rënd për të cilën ka pru Kurti për këto vite. Profesor, nga analiza juaj dhe ajo që po ndodh situata publike politike, pra pa marrë parasysh çfarë mund ndodh në prapasken, për ta mbyllur, duket sikur drejt asaj po shkojmë, kështu që në qershor do kemi zgjedhjet e reja. Po, jam i bindur që thash, nëse nuk ndodh ajo që Kurti me qëllim të shtyjë zgjedhjet, në qershor do të shkojmë në zgjedhje. Por diçka patjetër do ta them se mund të harroj. Pse unë mendoj që Kurti i dëshiron zgjedhjet. I dëshiron zgjedhjet sepse ka problemin më të madh që kom thonë edhe herave tjera të ti, marrëveshja Brukselit edhe aneksi Ohrit. Të dyjat këto janë ato laku në qafë që e ngarkon jashtëzakonisht shumë Kurtin. Dhe tjetra janë dështimet e mëdha, të cilat Kurti i ka pas për këto 5 vite. Por diçka më e rëndësishmja që është, Serbia e ka përgatit komplet infrastrukturën për t'i marrë lojrat mesdhetare, për t'ja marrë Kosovës lojrat mesdhetare 2030. Dhe këtë do t'jetë katastrofa e Kurtit, sepse shteti armik, që nuk do t'i bjen ekipet e veta sportive në Kosovë, sepse nuk e pranon Kosovën. Por ata janë duke u përgatit sepse e din që Kurti nuk është në gjendje të përgatis infrastrukturën e nevojshme për 26 disciplinat sportive të cilat i përmbajnë lojrat mesdhetare. Ne nuk kemi, Kosova momentalisht nuk ka kapacitete për t'i organizuar këto lojra. Ky zotriu i ka marrë organizimin, por nuk e kemi një stadium që i plotson kushtet të futbollit. E lere më sportet ujore, disa sportet të cilat ne vetëm emrin javdim dhe nuk e din çka janë. Kështu që projektet investive, në cilat kanë dështuar për 5 vite, lojrat mesdhetare të cilat do të dështojnë, me siguri do të dështojnë. Arsimi, shëndetësia dhe diplomacia janë këto 5 gjërat, të cilat zotin Kurti nuk e lën me fjet rahat. Sepse ai e din që është i paaft me këtë qeveri që e ka, por ai vetë është i paaft për t'i realizuar këto, andaj dëshiron të humbë në këto zgjedhje. Unë e kam bindje përkundër krejt analizëve tjerë, të cilët mendojnë që këtë dëshiron të shkojnë nga 70%. Nuk e ka qëllimin nga 70%, por kë e ka qëllimin me humbë ose me fitu aq sa to e qetë parin, kë mbetet i pari dhe kushtëzohet me hi në qeveri me këta që din. Sepse ata që din janë PDK-ja edhe LDK-ja. Ata din edhe me bo projekte. Ata din edhe me realizu projekte. Kë nuk din as me bo projekte, as me realizu projekte. Kë është një dështak i keq, kë një njeri që po e rrezikon të ardhmen e shtetit, andaj kë popull duhet të më në fund të vëdësohet dhe ta di se kë njeri po na çon drejt zhbërjes. Andaj duhet me çdo kusht që me 7 qershor të mbahen zgjedhjet edhe njerëzit mos ta votojnë. Ti votojnë të krejt subjekte tjera politike, por këtë ta votojnë sa më pak, sepse nga 51% shumë nuk mund bie, por pa votën e diasporës, ose me veç votën që vjen me post, jam i bindur që në asnjë mënyrë nuk i afrohet 40%. Me 40%, me gjithat jetë i pari, dhe për president përsëri mujnë me naqu në zgjedhje, sepse ky asnjëherë nuk i ka serioze bisedat që i bën me kundërshtarët politik. Ky se ka pas asnjëherë serioze dhe ky nuk i dën në bashkëqeverisje opozitorët, edhe kështu dëshiron ta vazhdoj me qeverinë detyrë, thotë s'kam përgjegjësi, dështon projekte, domethënë asnjë projekt
asnjë projekt vital për Kosovën për 5 vite, zoti Kurti nuk ndaj ka kry. Andaj, unë uroj edhe 5.000 më i madh është me këto lojrat mesatare. Kom pas shkrim para 2 vjetë. Kom pas shkrim në mediat kosovare që lojrat mesatare. Zoti Kurti nuk është i aftë, nuk është i denjë, sepse këto pare që i dha që po do mi dhonë pako sociale, edhe këtë 65 milionëshin, dosh mja bashkan gjitë 250 milionëshit, edhe këto 200, bile 500 milion me ja dhonë një gjys miliardi, edhe ato jenë pa mjaftueshme për lojrat mesatare, spoku të kërkohet edhe nga federatat sportive, edhe të kalohet ky proces, spoku mos të shkojnë lojrat mesatare në shtetin armik në Serbi, sepse ajo që thani antari Komitetit Olimpik të Kosovës, zoti Krasniqi dikush ishte, tha që ka rrezik shumë të madh, Serbia po bën çmos të paraqitet si kandidate serioze për lojrat mesatare, sepse edhe ka qenë kandidate. Nëse ju kujtohet, ka qenë kandidate, por nuk është zgjedh. Serbia është zgjedh Kosova, rezervë Serbia, dhe Serbia me na i marrë këto lojrat mesatare, është si me na i marrë autonominë, për mua. Profesor, unë falenderoj shumë dhe duke uruar që kriza të tejkalohet, po sidomos ajo që thatë ju dhe që theksuat disa herë dhe në fund bisedës, që mos humben lojrat mesatare. Shpresoj që klasa politike atje të dëgjoj këto mesazhe që ju llatë dhe të reflektoj. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit